Ju përshëndet zonja dhe zotërit të të me bashkë në këtë edicion informativ. Qeveria ka përcaktuar kritere të reja për përfitimin e pagesave direkte nga fermerët prej skemës kombëtare të subvencioneve në bujqësi për vitin 2025. Këtë vit do të mbështetet edhe mbarshtrimi i aktive të trashat dhe planifikohet më shumë kontroll për skemën e përfituesve të naftës falas. Fermerët do të kenë mundësinë që së shpejti të aplikojnë për pagesa direkte nga skema e subvencioneve 2025. Vendimi i qeverisë përcakton kriteret e reja ku përmes disa masave do të mbështetet rritja e konkurreshmërisë së sektorit bujqësor dhe ulja e kostove për fermerët. Konkretisht do të jepet pagesë direkte për gjedhët në vlerën deri në 10.000 lekë për kreer, lop dhe mëshqer dhe deri në 5.000 lekë kreer viça për fermer apo aplikant, për jo më pak se 10 kreer gjedh. 1.200 lekë për kreer për të imtat, për aplikantët jo më pak se 100 kreer dele ose dhi. Sa i takon bletarisë do të jepet 1.000 lekë për zgjua për fermerët me jo më pak se 50 zgjoje. 200.000 lekë për hektar për kultivimin e perimeve, rushit për tavolinë në sera ose luleshtrydhe në tunele plastike, me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 hektar. Në çdo rast, masa e përfitimit përgjysmohet për kalimin e kufirit të vendosur, ndërsa për bashkimet e fermerëve pagesa do të jepen në masën 100%. Përfitojnë pagesë shtesë fermerët që përdorin kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve. Masa e përfitimit është 50% e vlerës totale të faturave tatimore për blerjen e materialeve biologjike, përfshirë insektet e dobishme, por jo më shumë se 30.000 lekë për dynym në rastin e 2 mbjelljeve në vit. Pagesa për kultivimin e bimëve mjekësore aromatike është në vlerën 30.000 lekë për hektar, me sipërfaqe të mbjellë jo më pak se 1 hektar dhe 100 deri në 200.000 lekë për fermat organike. Sipas vendimit, fermerët do të përfitojnë pagesa kesh për naftën që përdorin për punime të mekanizuara në bujqësi. Kriteret që duhet të plotësojnë fermerët për të përfituar nga skema e naftës janë që të ketë tokë bujqësore në pronësi ose në përdorim të provuar me dokumentacionin përkatës. Sipërfaqja e tokës për të cilën aplikohet duhet të jetë jo më pak se 1 hektar, ndërsa madhësia e parcelave me sipërfaqe jo më pak se 0.1 hektar. Aplikimi për të përfituar nga masa e mbështetjes me naftë për bujqësinë bëhet me vetdeklarim. Fermerët përfitojnë deri në 100% të vlerës, me sipërfaqe deri në 10 hektar, sipas llogaritjeve të bëra. Për sipërfaqen mbi 10 hektar, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%, përjashtuar rastet e aplikantëve me status grup fermerësh ose SHBB. Aplikimet i nënshtrohen procesit të verifikimit, kontrollit administrativ dhe për aplikimet fituese kryhet kontrolli në terren. Krahas mbështetjes financiare me fonde nga buxheti i shtetit, Ministria e Bujqësisë po punon për rikthimin e mundësisë për subvencionet e Bashkimit Evropian. Në pak muaj pritet që ekspertë të Bashkimit Evropian të vinë në Shqipëri për të parë situatën në terren dhe më pas për të dhënë një vendim. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pret që drita jeshile për IPAR 3 të jepet në vitin 2026, duke dhënë kështu mundësinë fermerëve të përfitojnë në 9 fushat që do të mbështeten me fonde si infrastrukturë rurale, ndërtim tregjesh për agropërpunim apo agroturizëm, pylltari, asistencë teknike e këshillim. Ndërkohë është mbyllur lëvrimi i fondeve për fermerët përfitues nga IPAR 2, që i takon periudhës 2014-2022 me një financim prej 94 milion euro në total. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural bën të ditur se ka dorëzuar pranë strukturave të Komisionit Evropian në fund të 2024 një plan veprimi me masat e ndërmarra në strukturat e menaxhimit, metodat e zbatimit dhe kontrollet e brendshme që janë të rëndësishme për të siguruar transparencën dhe efikasitetin e projekteve. Sipas Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në korrik të këtij viti do të ketë një raport për realizimin e këtyre detyrave dhe në vjeshtën e këtij viti shtator-nëntor do të auditohen masat e ndërmarra nga Ministria e Bujqësisë dhe AZBR. Aktualisht, pranë AZBR-s është ngritur një sistem që bën verifikimin në kohë reale të aplikimeve të bëra. Ndërkohë, mungesa i IPAR po mbulohet me fonde nga buxheti i shtetit përmes skemës së investimeve e lançuar vjet që do të vijojë edhe këtë vit, skemës kombëtare me subvencione për bujqësi e blegtori, si dhe programi i kredive të buta që pritet të jepet nga bankat pas miratimit të programit nga Banka e Shqipërisë. Zonat me zhvillim intensiv bujqësor si Korça, Myzëqeja janë të përjashtuara nga projekti për kultivimin e kanabisit mjekësor. Në vim të plotësimit të akteve në ligjore, qeveria ka përcaktuar 10 zonat kadastrale ku do të mund të kultivohet kjo bim. Qeveria ka miratuar zonat kadastrale në të cilat lejohet kultivimi i bimës së kanabisit për qëllime industriale. Vendimi i cili hap rrugë kultivimit të kanabisit përcakton 10 zona kadastrale ku do të zhvillohet ky aktivitet, ndërsa do të përjashtohen Korça dhe Myzëqeja. Aktualisht janë 10 zona kadastrale, të cilat janë përcaktuar në bazë të një studimi që ne e kemi realizuar përpara disa viteve dhe këto 10 zona janë të mirë përcaktuara në kuadrin e zonave kadastrale.
Dhe njëkohësisht në gjithë bashkërendimin e veprimeve së bashku Ministrinë e Brendshme dhe Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, besoj që gjithë udhëzuesit që vijojnë të aprovohen do ta përcaktojnë këtë më së miri se si do të vijojë ky proces. Kultivimi i kanabisit për qëllime mjekësore do të ketë kushte të rrepta kontrolli. Për të drejtuar dhe kontrolluar procesin, ligji parashikon krijimin e Agjencisë Kombëtare të Kontrollit të Kanabisit. Licenca do të jepet për një ose disa veprimtari për një periudhë 15 vjeçare me të drejtë rinovimi. Për të përfituar licencën duhet që konkurruesit të kenë një eksperiencë së paku 3 vjeçare në këtë fushë, të kenë kapital të shoqërisë jo më të vogël se 100 milion lek e të tjera. Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Kanabisit krijohet brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Në total, sipërfaqja që parashikohet të kultivohet në rang vendi do të jetë 200 hektar. Shitjet me pakicë në vend kanë patur rënje më të madhe se sa në vendet e Bashkimit Evropian. Çmimet e larta të ushqimeve dhe mallrave bazë po ndikojnë negativisht fuqinë blerëse të qytetarëve. Sipas Eurostat, ky zhvillim pasqyron një tendencë të përgjithshme të ngadalësimit të konsumit në Bashkimin Evropian dhe zonat e euros, ku vëllimi i shitjeve me pakicë ka regjistruar ulje të lehta. Edhe pse inflacioni në vend ka treguar shenja stabilizimi gjatë muajve të fundit, çmimet e larta të ushqimeve dhe madrave bazë vazhdojnë të ndikojnë negativisht në fuqinë blerëse të qytetarëve. Shqiptarët po shpenzojnë më shumë për produktet bazike, duke kufizuar ndjeshëm blerjet e tjera, veçanërisht për produktet jo ushqimore. Sipas të dhënave nga Eurostat, tregtia me pakicë në vendet e Bashkimit Evropian ra mesatarisht me 0.2%, ndërsa në zonën e euros ishte 0.3%. Këto shifra tregojnë se Shqipëria përjeton një kurrje më të theksuar të konsumit, duke reflektuar sfidat e brendshme ekonomike më të thella. 3 vende që regjistruan rënien më të mëdha në tregtimin me pakicë ishin Slovakia, Lituania dhe Kipro. Nga ana tjetër, disa vende të BE-s kanë regjistruar rritje të ndjeshme të tregtisë me pakicë, si Slovenia, Hungaria dhe Holanda. Gjatë gjysmës së dytë të vitit kaluar, kredia konsumatore, por edhe overdraftet kanë qenë më të lira, kështu sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, normat mesatare të interesit kanë pësuar rënje të mëtejshme në të gjitha llojet e kredive afatshkurtra. Norma mesatare të interesit për kredit konsumatore pësuan rënje të mëtejshme në gjysmën e dytë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, norma mesatare efektive interesit për kredit deri në 200.000 lekë zbriti në 70.91% nga 71.39% që kishte qenë në 6 mujorin e mëparshëm dhe 89.22% dhe 74.78% që kishte qenë në 6 mujorin e 2023. Për paradhënjet bankare, overdraftet deri në 200.000 lekë, norma efektive mesatare shënoi rënje në 13.9% nga 14.04% që ishte në 6 mujorin e parë dhe 13.93% që kishte qenë në 6 mujorin e dytë të vitit 2023. Ndërkohë, për kartat e kreditit deri në 200.000 lekë, interesi mesatar u rrit në 20.47% nga 19.7% që ishte në 6 mujorin e parë të vitit, por ishte në rënje të lehtë nga niveli për 20.54% që kishte qenë në 6 mujorin e dytë të vitit 2023. Edhe për kredit me këste me vlerë nga 200.000 deri në 600.000 lekë, norma mesatare efektive i interesit ra në 27.42% nga 28.07% që kishte qenë në 6 mujorin e parë të vitit. Për kredit me shuma nga 600.000 deri në 2 milion lekë, norma mesatare e interesit zbriti në 11% nga 11.68% që kishte qenë në 6 mujorin e parë. Normat e mësipërme të interesit janë llogaritur mbi të gjitha kredit konsumatore të dhëna nga banka dhe institucionet financiare jo banka, bazuar në të dhënat faktike që pasqyrohen në regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë. Norma mesatare efektive e interesit nuk nënkupton vetëm normën nominale të interesit të kredis, por të gjitha kostot që i ngarkon klientit për kredin, duke përfshirë edhe komisionet apo tarifat e tjera. Akset rrugori që shërbejnë turizmit aventurës në Alpet e Shqipërisë. Bersh ka hapur një tender me të cilin synohet përmirësimi i aksesit dhe infrastrukturës në këtë zonë me flukse të larta turistike. Financimi do të bëhet me fondet e Bashkimit Evropian. Përmirësimi i aksesueshmërisë dhe infrastrukturës së turizmit të aventurës në Alpet e Shqipërisë. Ky është investimi që parashikohet të kryhet në veri të vendit, me fokus ndërhyrjet në rrugë në një nga zonat me potencial turistik në vend. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka hapur tenderin për kompanitë e interesuara, teksa afati dorëzimit të ofertave është data 15 prill. Ndërhyrjet në këtë aks rrugor janë pjesë e projektit për infrastrukturën dhe turizmin në Shqipëri, që financohet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet asistencës teknike dhe granteve të investimeve në një shumë totale prej 40 milion euro, si dhe nga kredia sovrane plotësuese 60 milion euro e dhënë nga Bersh për qeverinë shqiptare. Projekti zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit
teksa pak ditë më parë në kuadër të tij u lidh dhe kontrata me vlerë 1.52 milion euro për rehabilitimin e segmentit rrugor nga rrethrotullimi i Sopit deri në urën e Darzezës. Rruga ndodhet në zonën e Semanit dhe fillon në kryqëzimin me rrugën kombëtare Fiervlor, rrethi Apollonia, vazhdon përgjatë segmentit rrugor Hoxhar dhe përfundon në urën e re të Darzezës. Paralelisht në kuadër të këtij programi, Bersh ka zhvilluar edhe tender për përmirësimin e rrjetit elektrik në Alpet e Shqipërisë, duke synuar rritjen e aksesit në energji elektrike në këtë zonë. Gjatë vitit 2024, operatori i shpërndarjes së energjisë ka penalizuar me gjobë kilovatash klientët e kapur në vjedhje. Sipas treguesve nga enti rregullatori i energjisë, janë faturuar si dëm ekonomik 6259 megawatt energji ose 1.5% e humbjeve. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka mundur të faturojë një sasi të vogël të vjedhjeve të energjisë. Sipas së dhënave zyrtare nga enti rregullatori i energjisë, për vitin 2024 janë faturuar si dëm ekonomik 6259 megavatorë energji, ndërkohë që niveli i humbjeve jo teknike, ku përfshihen vjedhjet, për vitin që kaloi është 415.638 megavatorë energji. Kjo do të thotë se OSHE ju ka shitur klientëve si dëm ekonomik 1.5% të humbjeve jo teknike. Pre vitit 2020, kushdo që vjedh energjinë elektrike penalizohet me gjobë kilovatësh, apo thënë ndryshe sasia e energjisë e konsumuar në formë të paligjshme konvertohet në lek dhe faturohet. Rregulloria jep të drejtë çdo përdoruesi të rrjetit për t'u ankuar pranë operatorit të sistemit të shpërndarjes apo entit rregullator të energjisë në rast se kundërshton faturën e dëmit ekonomik të vendosur nga OSSH ose pretendon se kjo e fundit nuk ka ndjekur dhe zbatuar rregulloren. Ndërkaq, sipas të dhënave zyrtare nga Instituti i Statistikave, humbjet jo teknike ranë me 6% gjatë vitit 2024 në raport me një vit më parë. Në fakt, gjatë vitit që shkoi, operatori i sistemit të shpërndarjes ndërmori kontrolle të shumta për abuzime me energjinë elektrike tek subjekte të ndryshme në vend. Kontrollet u kryen në kuadër të zbatimit të ligjit dhe luftës kundër informalitetit, teksa bazuar në analizat e riskut, fokusi ishte tek subjektet që paraqisnin mundësi abuzimi me energjinë elektrike. Pas kontrolleve, subjektet ku konstatoheshin vjedhje procedoheshin në polici për shkelje të ligjit të energjisë. Më së shumti këto subjekte operonin në zonat bregdetare. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë mbështetur planet për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen dhe për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës pavarësisht ndryshimeve në politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por konkluzionet për Kievin u kundërshtuar nga kryeministri hungarez Viktor Orban. Udhëheqësit evropian mbështetën planet për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen dhe për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës, pavarësisht nga ndryshimi i politikave amerikane dhe administratës Trump. Samiti i mbrojtjes i Bashkimit Evropian në Bruksel u zhvillua mes frikës se Rusia pas luftës në Ukrainë mund të sulmojë një vend të Bashkimit Evropian. Gjithashtu Evropa nuk mund të mbështetet më tek Shtetet e Bashkuara për ndihmë. Sot kemi treguar se Bashkimi Evropian po përballet me sfidën duke ndërtuar Evropën e mbrojtjes dhe duke qëndruar krah për krah me Ukrainën, u tha gazetarëve kryetari i takimit Antonio Costa. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian përshëndetën propozimet e Komisionit Evropian këtë javë për të dhënë atyre fleksibilitet fiskal për shpenzimet e mbrojtjes dhe për të marrë hua së bashku deri në 150 miliard euro. Evropa duhet të pranojë këtë sfidë dhe duhet ta fitojë atë, tha kryeministri polak Donald Tusk në një samit të posaçëm të mbrojtjes në Bruksel. Evropa në tërësi është me të vërtet e aftë të fitojë çdo konfrontim ushtarak, financiar, ekonomik me Rusinë, pasi jemi thjesht më të fortë, shtoi ai. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian shprehën gjithashtu një mbështetje për Ukrainën dhe arritën në konkluzione të përbashkëta, por kjo deklarat u ra dakord pa liderin nacionalist të Hungarisë Viktor Orban, një aleat i Trump i cili gjithashtu kultivon lidhje me Moskën. Në deklaratën e tyre 26 liderët e tjerë të Bashkimit Evropian theksuan se nuk mund të kenë negociata për Ukrainën pa Ukrainën dhe u zotuan se do të vazhdojnë të japin ndihmë sipas një drafti të fundit. Por dekadat të mbështetjes nga mbrojtja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe divergjencat mbi financimin treguan se sa e vështirë do të ishte për Bashkimin Evropian të mbushte boshllëkun e lënë nga Washingtoni pasi ndaloi ndihmën ushtarake për Ukrainën. Washingtoni dha më shumë se 40% të ndihmës ushtarake për Ukrainën vitin e kaluar sipas NATO-s, disa prej të cilave Evropa nuk mund t'i zëvendësojë lehtësisht. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk mund ta përballojë financimin e luftës në Ukrainë pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara.
Ai u shpreh se shpenzimet ushtarake për Kievin do ta shkatërronin Europën. Bashkimi Evropian nuk mund të përballojë financimin e përpjekjeve ushtarake të Ukrainës kur ndihma financiare e SBA-ve të mos jetë më e garantuar, u shpreh kryeministri hungarez Viktor Orban. Deklarata vjen pasi udhëheqësit e 26 vendeve të Bashkimit Evropian nënshkruan një marrëveshje që shprehte mbështetje për Kievin pa miratimin e Hungarisë. Orban, një aleat i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se qeveria e tij do të nisë një konsultim publik të brendshëm për pranimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian në javët e ardhshme. Udhëheqësit evropian mbështetën planet për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen dhe për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës, pavarësisht ndryshimit të politikave të administratës së Trump. Për Orban, i cili ka refuzuar të dërgojë armë në Ukrainë që nga fillimi i luftës dhe ka mbajtur marrëdhënie të ngushta me Moskën, tha se në vend që të zgjasë luftën, Evropa duhet të mbështesë bisedimet e paqes që ka nisur Trump. Sipas tij, mënyra se si Bashkimi Evropian dëshiron të mbështesë Ukrainën tani, duke rritur gjithashtu shpenzimet e mbrojtjes së bllokut, do ta shkatronte Evropën. Nëse tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin dorë nga financimi i luftës, 26 vendet e tjera anëtare nuk do të kishin shanse për të çuar këtë luftë deri në fund. Sot duket se kanë vendosur veton, por brenda javësh ata do të ndryshojnë mendje pasi nuk ka para mjaftueshëm për këto qëllime, theksoi Orban. Banka Qendrore Europiane ka paralajmëruar për pasiguri të mëdha pas uljes së normave të interesit me 25 pikë bazë. Rreziku i luftrave tregtare dhe rritjet në shpenzimet e mbrojtjes janë faktorë që mund të ndikojnë në rritjen e inflacionit. Trump ka thënë se Evropa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Ai hodhi sërish dyshime mbi gatishmërinë e tij për të mbrojtur aleatët e NATO-s, duke thënë se nuk do ta bënte këtë nëse ata nuk paguajnë mjaftueshëm për mbrojtjen. Banka Qendrore Evropiane uli përsëri normat e interesit, por paralajmëroi për pasiguri fenomenale, duke përfshirë rrezikun që luftrat tregtare dhe më shumë shpenzime të mbrojtjes mund të nxisin inflacionin. Këto ndryshime rritën mundësinë e një pauze në lehtësimin e politikave muajin e ardhshëm. Banka Qendrore uli normën e interesave për herë të gjashtë nga qershori, duke e çuar në 2.5% si reagim ndaj ngadalësimit të inflacionit dhe rritjes më të dobët ekonomike. Institucioni gjithashtu theksoi se politika monetare po bëhet më pak i kufizuar pasi inflacioni po i afrohet objektivit prej 2%. Ndërsa ky formulim mund të sugjerojë ulje të mëtejshme të normës së interesit, presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde nuk pranoi të përsëriste udhëzimet e saj të mëparshme dhe theksoi se një ulje ose një pauzë ishin të dyja si mundësi. Politika monetare po bëhet më pak kufizuese, tha Lagarde. Nuk është thjesht një ndryshim i vogël i padëmshëm, është një ndryshim që ka një kuptim të caktuar. Me zyrtare shohin një shans në rritje për një pauzë në prill, pasi atyre duhet kohë për të fituar qartësi më të madhe rreth politikës tregtare dhe fiskale, por normat ende priten të ulen gjatë këtij viti pasi një vlerë prej 2.5%-sh po kufizon ende ekonominë e eurozonës që është në prag recensioni. Banka Qendrore ka thënë prej kohësh që kufizimi nuk do të jetë më i nevojshëm kur inflacioni që ishte 2.4% muajin e kaluar të jetë në rrugën e duhur për të përmbushur objektivin e tij këtë vit. Lagarde tha se banka do të ishte edhe më e varur nga të dhënat hyrëse se në të kaluarën dhe se do të ndalonte lehtësimin nëse shifrat sugjeroheshin të ishte e nevojshme për të çuar inflacionin në 2%. Projekcionet e përditësuara tani tregojnë se institucioni do të arrijë objektivin vetëm në tremujorin e parë të vitit 2026. Një rrëshitje e mëtejshme që shqetëson ekonomistët. Tregjet financiare parashikojnë 36 pikë bazë të tjera të uljes së normës këtë vit, që do thotë 1 apo 2 ndërhyrje të tjera lehtësuese. Bashkimi Evropian do të shtyjë propozimin për të shkëputur plotësisht nga energjia ruse. Bloku do të qëndrojë në pritje të bisedimeve midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për luftën në Ukrainë, pasi një marrëveshje dypalëshe do të ndryshonte ekuilibrat global. Bashkimi Evropian do të shtyjë propozimin e shumëpritur për të dhënë fund lëndëve djegëse fosile dhe teknologjisë bërthamore të Moskos. Kjo vjen ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkon të normalizojë marrëdhëniet me Rusinë dhe të importojë versionin e tij të paqes në Ukrainë. Puna për reduktimin e varësisë nga energjia ruse është në vazhdim, por nuk do të paraqitet këtë muaj siç ishte planifikuar, tha një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Ne ende po ecim përpara me udhërrëfyesin, por koha ka ndryshuar pas zhvillimeve të fundit gjeopolitike. Data do të komunikohet në kohën e duhur,
u shpreh ai. Një agjendë përgatitur nga Komisioni Evropian konfirmon në mënyrë të ngjashme se plani nuk do të prezantohet më vonë këtë muaj, siç ishte komunikuar fillimisht. Komisioneri i Energjisë Dan Jorgensen ishte zotuar se do të sillte propozime konkrete për eliminimin e naftës, gazit dhe karburantit bërthamor rus nga sistemet energjetike të Bashkimit Evropian brenda 100 diteve të para të mandatit të ri, një fat që tani nuk do të zbatohet. Bashkimi Evropian po zhvillon aktualisht bisedime me administratën Trump që pritet të rrisë importet e gazit amerikan, ndërsa bisedimet e fundit dypalçe të Washingtonit me Rusin kanë shtuar pasigurim mbi marrëdhëniet e ardhshme ekonomike midis Kremlinit dhe Perëndimit. Duhet të jemi të vetëdijshëm se nuk mund të kishim reduktuar varësinë nga Rusia pa energjinë shërbaz, tha Jorgensen. Ata kanë qenë miqtanë dhe shpresoj sigurisht që ne do të vazhdojmë të mbetemi miq, shtoi ai. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet scan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë, mirë takofshim.